Ministria e Punëve të Brendshme informoi se policia gjatë ditës së sotme ka kryer një aksion policor, me çka kanë kryer bastisjen në 5 lokacione. Aksionin e konfirmuan edhe nga Prokuroria Themelore Publike, të cilët po ashtu njoftojnë se janë kryer bastisje në 5 lokacione në Shkup. Nga Prokuroria thonë se bastisjet u bën si rezultat i provave të siguruara nga hetimi në rastin Bunker, që ka të bëjë me anëtarët e grupit Bellanoca Baron. Sipas prokurorisë, gjatë bastisjeve janë arrestuar 4 persona, ndërsa në shtëpinë e njërit prej të dyshuarve është gjetur një sasi më e madhe e marijuanës që do t'i nënshtrohet ekspertizës. Prokurori publik ka lëshuar urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore ndaj 4 të arrestuarve për të cilët ekziston dyshimi i bazuar se kanë kryer veprat penale, shoqërim kriminal dhe vrasje, ndërsa njëri nga të dyshuarit akuzohet edhe për veprën penale prodhim dhe shpërndarje pa autorizuar e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Nga Prokuroria thonë se të arrestuarit të dyshohen për vrasjen që ka ndodhur vitin e kaluar tek rruga e plastikave. Të arrestuarit, siç informojnë ata, gjithashtu dyshohet se kanë lidhje edhe me vrasjen e një personi në Hanjotit e Greqisë në vitin 2023. Kështu 3 nga të dyshuarit gjatë muajit korrekt 2023 në territorin e Maqedonisë dhe Greqisë, të nxitur dhe me urdhër të një organizatori të dyshuar më parë të grupit, kanë ndërmarrë veprime për zbulimin e vendodhjes së të dëmtuarit dhe sigurimin e mjeteve për kryerjen e veprës penale, gjatë së cilës është privuar nga jeta një antar i grupit të organizuar kriminal kundërshtar Gërçec në Greqi. Në maj të vitit të 2024, para një objekti në të ashoqëruar në rrugë e plastikave, 2 të dyshuar kanë kryer vrasjen e një personi dhe duke u larguar nga vendi i ngjarjes, kanë qelluar në një automjet të parkuar aty pranë, duke plagosur persona të tjerë, njëri prej të cilëve ka ndërruar jetë.